Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan viziton shtëpinë e bardhë për herë të parë në 6 vite, duke sjellë me vete një sër marrëveshjesh që synojnë riparimin e marrëdhënieve të të ndosura midis dy anëtarëve të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Veriut, Turqisë dhe SBA-ve. Takimi i sotëm me presidentin amerikan Donald Trump pritet të hapë rrugën Turqisë për të blerë gjithçka, nga avionët luftarak Lockheed Martin edhe aeroplanët Boeing deri te gazi natyror i lëngshëm me vlerë më shumë se 50 miliardë dollar, sipas zyrtarëve turq, të cilët kërkuan të mos identifikoheshin sepse marrëveshjet nuk janë finalizuar ende. Erdogan e sheh takimin si një shans për të përmirësuar marrëdhëniet që janë tensionuar nga blerjet e armëve ruse, mosmarrëveshjet diplomatike dhe tarifat nga të dyja palët. Turqia ende varet nga mbështetja ushtarake dhe diplomatike e SBA-ve për të ruajtur ndikimin e saj rajonal, edhe investitorët e shohin rolin e saj në një aleancë perëndimore si thelbësor për rritjen e ekonomisë më të madhe të lindjes së mesme. Pritjet për një shkrirje të marrëdhënieve me Washingtonin kanë mbështetur tregjet turke me borxhin qeveritar dhe aksionet e nxitura nga njoftimi i Trump për një vizitë në shtëpinë e bardhë javën e kaluar. Erdogan dëshiron ta përdorë presidencën Trump për të riformësuar dhe përmirësuar marrëdhëniet Turqi-SBA me fokus në përmirësimin e lidhjeve të mbrojtjes, tha Emre Peker, drejtori Eurasia Group Europe në Londër. Marrëveshjet e energjisë dhe mbrojtjes që kërkon Erdogan janë shtyllat kryesore të një marrëdhënie të dobishme dhe transaksionale reciprokisht që do të tërheqë gjithashtu interesin e Trump për të bërë marrëveshje. Të dy udhëheqësit kanë bërë një rrugë të gjatë që nga takimi i tyre i vështirë në shtëpinë e bardhë në nëntor 2019, pasi Trump u zotua më para të vit për të tërhequr trupat nga Siria. Turqia nisi një inkursion ushtarak kundër forcave kurde të mbështetura nga SBA, duke bërë që Washingtoni të vendoste sanksione ndaj disa ministrave turq. Aleanca shmangu për pak shembjen kur zëvendës presidenti atëhershëm Mike Pence ndërmjetësoi një armpushim duke u lejuar forcave të mbështetura nga SBA të largoheshin nga vija e zjarrit turke. Turqia po mbështetet në ndihmën e SBA-ve për të arritur një marrëveshje midis luftëtarëve kurd në Siri dhe forcave besnike ndaj qeverisë së re të presidentit Ahmed al-Shara në Damask. Ankaraja i ka parë grupet kurde në Siri si një zgjatim të PKK-s, organizatës kryengritëse që luftoi për më shumë se 4 dekada. PKK është përcaktuar si grup terrorist nga SBA dhe Bashkimi Evropian dhe kohët e fundit pranoi të dorëzojë armët. Por zyrtarët turq kanë frikë se disa luftëtarë të PKK-s mund të hyjnë në Siri dhe të vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim prej ande, duke përdorur armë të furnizuara nga SBA të destinuara fillimisht për luftën kundër Shtetit Islamik.